Përshëndetje të gjithëve drejt për së drejti në Sot Live në Shqipëri në ekranin e Report Televizion. Ora shënon 11, shkurtimisht ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore. Indjek. Mes një klime e kërcënimesh, delegacionet amerikane dhe iraniane pritet të mbrinë sot njëkohësisht në Islamabad për raundin e dytë të negociatave. Presidenti amerikan Donald Trump tha se Irani do të negociojë dhe nëse nuk ka marrëveshje deri të mërkurën, ai paralajmëron se do të rinisin bombardimet sikur më parë. Në përgjigje, kryetari i Parlamentit të Iranit tha se janë gati të tregojnë karta të reja në fushën e betejës ndaj Shteteve të Bashkuara. Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos shprehet e bindur se për Shqipërinë do të ketë një përparim vendimtar për bisedime nga vendet anëtare lidhur me raportin e vlerësimit të ndërmjetëm, miratimi i të cilit do të kalonte në fazën tjetër procesin e negociatave. Komisioni Evropian ka deklaruar se i bari hartuar prej tij ka qenë pozitiv për Shqipërinë. Bashkia e Tiranës hap aplikimet për kredi të buta. Afati i fundit është 19 maj. Kërkesat plotësohen në portalin i Albania. Përfitues janë ata të cilët nuk kanë një banesë në pronësi, kanë një shtëpi në rrezik shembje, janë të pastre, familjet me një prind, personat me aftësi të kufizuar, jetimet, familjet e policëve të rënë në detyrë, si dhe kategori të tjera. Vlera minimale është rreth 5.8 milion lek për garzioniere dhe maksimalja 13 milion lek për familjet me mbi 5 persona. Mbi 150 aplikime janë regjistruar për paketën e maleve në Selenic të Vlorës. Kryetari i bashkisë Nertil Bellaj thotë se është ngritur një grup pune për verifikimin e çdo aplikimi, bashkë me hartat përkatëse. Aktualisht janë evidentuar rreth 36 zona, por synohet që kjo mundësi zhvillimi të shtrihet në të gjithë territorin që mbulon Bashkia Selenic. Pak orë pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se do t'i shtrijë dorën e bashkëpunimit PDK-s dhe kryetarit Bedri Hamza, thotë se e konsideror të mbyllur kontributin e partisë të tij për zgjedhjen e presidentit të ri. Në kushtet kur dhe LDK-ja refuzoi dje ofertën e Albin Kurtit për bashkëqeverisje, duket se zgjedhjet e reja janë të pashmangshme në Kosovë.